Llumi i kafes ju shpëtoni jetën, ja si ta përdorni për të trajtuar këto probleme. Shumica e personave pinë kafen e derdhin llumin e saj në lavaman duke konsideruar atë si diçka që nuk funksionon. Në fakt, ky mendim është i gabuar. Llumi i kafes gjen një sër përfitimesh dhe bën mrekulli në aspektet tuaja të përditshmërisë. Por cilat janë përfitimet kryesore që do të merrni nëse e shtoni atë vazhdimisht në përdorimet tuaja ditore? Para se të fillojmë, bëni një like videos dhe ju lutem klikoni subscribe, do të na ndihmonit shumë. Llumi i kafes mund të ketë shumë përfitime, disa prej të cilave do t'i rendisim në këtë video sipas Brightside. Ajo eliminon bakteriet dhe parazitët e ndryshëm. Llumi i kafes përdoret për të eliminuar bakteriet dhe parazitët në çdo ambient të shtëpisë së suaj, duke ju ndihmuar që të keni gjithashtu edhe një pastrim më të mirë. Mjafton të spruconi pak llumë kafeje në zonat e shtëpisë ku mendoni se keni parazit. Kështu, bakteriet që do të vini re në to do të largohen plotësisht dhe do ta keni më të lehtë edhe pastrimin e ambienteve tuaja. Llumi i kafes është një ide e mirë shumë edhe për pastrimet ditore. Nëse enët janë shumë të palara, llumi i kafes do ju zgjidh këto probleme. Fërkojeni enët mirë me të dhe kujdes që të mos thithin ngjyrë. Kështu që nëse dëshironi që mobiljet e drurit të shkëlqejnë, përzieni gjithashtu llumin e kafes me ujë. Lyeni kështu mobiljet dhe veproni në këtë mënyrë për disa çaste. Pastaj e fshini atë me një leckë të pastër dhe përfitimet që do të merrni në fund do të jenë vërtet mbretërëse. Mobiljet të cilat mund të kenë humbur ngjyrën, sidomos ngjyrën e tyre të kafenjtë, mund të përfitojnë nga ngjyra e llumit të kafes edhe të kthehen gjithashtu edhe në më të mbrojtura. Mask për flokët. Fërkoni llumin e kafes përpara se ta aplikoni shampon dhe lini të qëndrojë pak dhe më pas e shplani me ujë të rrjedhshëm. Reduktoni gjithashtu problemet e celulitit. Përzieni në një tas llumin e kafes së ngrohtë me një lugë vaj ulliri ose bajamesh ose edhe vajin e arrave. Ndërkaq, zonën e lyeni me këtë mas dhe mbështitni atë me një qese kuzhine dhe lini që të veprojë ashtu për disa minuta. Pasi ta keni hequr qesen, qetësoni në një dush të ngrohtë. Përsëriteni këtë proces 2 herë në javë dhe rezultatet që do të merrni do të jenë vërtet fantastike në rigjenerimin e shëndetit. Llumi i kafes mund të ushqejë edhe bimët tuaja të kopshtit. Shumica e bimëve kanë nevojë për pleun e dur kimik dhe sasinë e dur të ujit në mënyrë që të mos thahen dhe të mos dëmtohen nga dielli, ndërsa bimët e tjera kanë nevojë për gjëra të tjera. Për shembull, në kopshtin tuaj mund të keni bimë të cilat kanë nevojë për më shumë acid, të tilla si bimët që duan shumë edhe përdorimin e llumit të kafes. Mjafton të hidhni pak llumë kafe përreth rrënjës së bimës dhe do të habiteni nga rezultatet që do të merrni në fund. Duke ditur këto përfitime mbretërëse që do të merrni prej saj, llumi i kafes do të ndihmojë gjithashtu edhe në shumë aspekte të tjera. Këto përdorime të thjeshta të tij do ju ndihmojnë në përditshmërinë tuaj, duke ju lehtësuar edhe jetën. Kafeja është një nga pijet më të konsumuara dhe sipas statistikave të fundit, ajo gjen një përdorim të gjerë kudo në jetën tonë të përditshme, dhe ndikimi që jep mund të japë përfitime të mira në shëndetin tuaj dhe gjithashtu në lehtësimin e komplikacioneve. Llumi i kafes ka shumë përdorime që nga shtëpia, kopshti, madje edhe në rutinën tuaj ditore të bukurisë. Sipas Brightside do të rendisim në këtë video përfitimet unike që do të merrni nga përdorimi i këtij llumi dhe si do të ndikojë ai në përditshmërinë tuaj. Llumi i kafes mund të përdoret për të pleruar kopshtin. Ata që kanë kopësht, por edhe ata që kanë balkonin e tyre të mbushur me vazo, e dinë që pleu jo gjithmonë është i pasur me vlerat e nevojshme për të rritur bimët të shëndetshme. Për më tepër, bimët që ju keni mbjedh i thithin të gjitha këto vlera në mënyrë të menjëhershme dhe do të jetë disi e vështirë që të merrni të gjitha përfitimet e duhura. Ekspertët tregojnë se ka metoda të thjeshta natyrale, të cilat do ju ndihmojnë gjithashtu të keni bimë më të shëndetshme dhe mbi të gjitha të evitoni edhe papastërtitë
dhe probleme të ndryshme që i kanosen bimëve tuaja, duke i ndihmuar ato që të rriten më të shëndetshme, më të forta dhe pa i dëmtuar ato që në procesin e parë. Kështu, llumi i kafes përmban disa minerale të nevojshme, të cilat do t'i ndihmojnë bimët tuaja të qëndrojnë më të shëndetshme, siç janë për shembull nitrogjeni, kalciumi, kaliumi, hekuri, fosfori, gjithashtu dhe magnezi, të rëndësishme këto edhe për pasurimin e bimës suaj me minerale të duhura. Gjithashtu, llumi i kafes thith edhe minerale të dëmshme që mund të kontaminojnë kështu plehun. Për më tepër, llumi i kafes tërheq edhe krimat e tokës, të cilat janë shumë të nevojshëm për ajrosjen e kopshtit tuaj. Nëse nuk dini si ta përdorni, është shumë e thjeshtë. Mjafton vetëm të spërkasni plehun në llumin e kafes dhe kështu do të merrni përfitime të duhura prej saj. Do të largoni edhe insektet me përdorimin e llumit të kafes në përditshmërinë e recetave tuaja. Kështu do të mbani larg insektet të cilat mund t'ju bezdisin gjatë sezonit të verës dhe jo vetëm. Disa përbërës që gjenden te llumi i kafes si kafeina mund t'jenë toksike për insekte të ndryshme. Për këtë arsye mund të përdorni llumin e kafes për të larguar insektet e bezdisshme, siç janë mushkonjat, mizat ose grerzat ose bletët, të cilat mund të mblidhen në balkonin tuaj, sidomos nëse keni shtruar diçka për të ngrënë dhe jo vetëm. Këshillohet të spërkasni oborin tuaj me këtë përbërje ose të lini disa enë të mbushura me llumin e kafes në dritare. Nëse dëshironi të mbani larg kërminjt nga bimët, sugjerohet të spërkasni kështu kërcellin e tyre me këtë përbërje. Kështu, ato nuk do t'i lënë të ngjiten nëpër bimët tuaja dhe do të keni bimë të shëndetshme të cilat mund t'i japin edhe produktin përfundimtar të plotë. Të neutralizoni aromat e këqija me përdorimin e llumit të kafes. Ato mund të arrijnë të neutralizojnë aromat të ndryshme duke ju mundësuar që të keni një nuhatje më të mirë dhe shqetësa më të mira. Kështu do të largoni të gjitha papastërtitë, erën e keqe dhe do të ndihmoni veten tuaj kundër këtyre shqetësimeve. Do ta keni më të lehtë të përmirësoni edhe gjendjen tuaj, duke larguar kështu erën e keqe që mund t'jetë në ambientet ku jetoni dhe jo vetëm. Këtë rol llumi i kafes e arrin përmes nitrogjenit, i cili do të eliminojë kështu aromat e forta. Llumi i kafes mund të vendoset në një gotë në frigoriferin tuaj për të larguar erën e keqe të frigoriferit, ose edhe erën e keqe që ushqimet kanë lënë në të. Kështu do ta keni më të lehtë të eliminoni aromat e këqija dhe të siguroni një pastrim më të mirë të saj. Gjithashtu mund të mbushni një çorape me llumin e kafes dhe më pas, pasi ta keni tharë, ta vendosni atë në këpucë, në çantat e palestrës, në dollapet ku mbani rrobat ose edhe në makinë. Më në fund do të arrini që të largoni të gjitha papastërtitë, erërat e këqija dhe do të siguroni një mbrojtje më të mirë të pajisjeve tuaja që përdorni në vazhdimsi, duke evituar kështu erërat e këqija dhe duke ndihmuar që të arrini rezultate të duhura. Llumi i kafes është një përbërës natyral pastërtie. Llumi i kafes duket se ndihmon gjithashtu edhe në dizinfektimin e sipërfaqeve, të cilat kanë edhe efekte bakteriale të mëdha. Sugjerohet që ta përdorni atë me kujdes në përditshmërinë e recetave tuaja dhe të gjitha përfitimet që do të merrni do të jenë vërtet fantastike. Mund të trajtoni gjithashtu edhe rrafet poshtë syve, si një ndihmë të mirë në lehtësimin e këtyre komplikacioneve. Lëkura afër syve është vendi i parë ku shfaqen shenjat e para të plakjes. Shumë faktorë ndikojnë në formimin e rrafëve të zinj dhe të fytyrës poshtë syve. Përfshiheni atë në qarkullimin e mirë të gjakut duke aplikuar ashtu si duhet. Maskat me llumin e kafes do ju ndihmojnë që të arrini rezultatet e shumë pritura dhe gjithashtu të përmirësoni dukjen tuaj. Maskat e aplikuara në fytyrën tuaj me llumin e kafes do ju ndihmojnë në një dukje më të mirë të lëkurës dhe shkëlqim më të plotë të saj. Ndjekja e këtyre trajtimeve në kushte shtëpie është një mundësi e çmuar. Vëmendje. Ju bëjmë dije se informacionet në këtë video kanë për qëllim që të plotësojnë, të mos zëvendësojnë këshillat e mjekut tuaj
ose ato të ofruesit të kujdesit tuaj shëndetësor, dhe nuk ka në përqëllim që të mbulojë në të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake, ndërveprimet ose dhe efektet e tyre negative për shëndetin tuaj. Pasi ta dëgjonit këtë video, do ju ftoja t'i bënit like dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj në mënyrë që të informohen edhe miqtë e tu.